Jemi rikthyer pa humbur kohë ora shënon 12, ju njoh me disa prej zhvillimeve kryesore. Indjek. 4 të rinj nga 20 deri në 25 vjeç humbën jetën në një aksident tragjik gjatë natës në Fush Prez. Një automjet u përplas me një betoniere duke shpërthyer në flak, ndërsa 4 të rinj u dogjën brenda automjetit. 2 janë vëllezër. Shoferi betonierës u largua nga vendi i ngjarjes por vu në pranga më pas. Në rubrikën Sy më sy, kryeministri Edi Rama tha se më 11 maj Partia Socialiste duhet marrë një mandat për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Edi Rama tha se s'ka rëndësi se kush ulet në tryezën e BE-s, edhe pse beson se do të jetë një socialist, por mjafton që do të jetë Shqipëria. Në seancën e vlerësimit të masës së sigurisë, Lulzim Berisha mohoi se e njeh të penduarin e drejtësisë Luftar Reçi. Ai tha gjykatës që nëse provon në ndonjë telefonat me të, le ta dënojë. Gjykata e posaçme la në masën arrest në burg. Nadir Çavsholli, pronari i CFO Pharma, ka reaguar pas sulmit ndaj biznesit të tij 2 ditë më parë, kur CFO Pharma u qëllua me armë. Ai thotë se lajmet se është fajtexhi janë mashtrim dhe se të shtënat me armë mund të jenë bërë për gjobdhënie. Keita Kostreci, gazetarja, prezantuesja dhe redaktoria në Zërin e Amerikës, reagoi lidhur me mbylljen e kësaj medie 83 vjeçare me urdhër të Donald Trump. Ajo thotë se Zëri i Amerikës ishte një dritare shpresë e informimit për qytetarët në mbar botë. Aleksandar Vučić sfidoi të gjithë kritikët duke thënë se nëse vërtetohet se janë përdorur armë sonike ndaj protestave më 15 mars, ikën nga detyra. Sipas tij, ekspertët e huaj kanë thënë se asnjë top zanor s'është përdorur gjatë demonstratave. Numri të vdekurve gjatë operacionit toksor izraelit në Gaza ka kaluar 71 viktima. Njerëzit u qelluan në gjumë pa pasur mundësi të arratisten, ndërsa kryeministri Netanyahu zotohet për një front më të madh dhe më të fortë kundër Hamas.